Shikues të televizionit publik shqiptar, ju përshëndes të gjithëve. Sonte do të jemi në një bisedë shumë të ngrohtë, siç është dhe vetë personi të cilin unë kam ftuar sot. Ajo është një zonjë e cila është ikonë në qytetin e Korçës. Zëri i saj ndihet kudo. Ndoshta jo vetëm brezim vitet e fundit që e njeh, por plot më shumë se 40 vite duke kënduar në skenën e teatrit Andonza Koçajupi, por dhe në lokalet e ndryshme të qytetit të Korçës, ku nuk ka jo vetëm korçar, por dhe turist, qoftë vendas apo të huaj, që nuk e dallon zërin e saj dhe thot, po, është zëri i saj, është zëri i Laxarela Detit. Një zonjë e cila simbolizohet gjithmonë nga buzëqeshja dhe cilëtërsia që ajo ka, nëse i gjen në rrugë, normalisht që të përshëndet, dhe ku ka më mirë se sa të gjithë korçarët njohin shpirtin dhe zemërgjërsinë e saj. Laxarela, faleminderit që pranove ftesën për të qenë miq në RTS Korça në këtë bisedë të ngrohtë për të gjithë shikuesit e televizionit publik shqiptar. Në radhë të parë, faleminderit ju që më bët një ftesë. Dhe këto fjalë që i the, më mbushë syt me lodh, nuk flas dot me tash. Unë do që të jetë një bisedë e ngrohtë dhe të jeni sa më komode në këtë bisedë. Laza, unë e përmenda edhe pak më herët. Korça nuk kuptohet pa zërin tuaj, por dhe ju nuk keni shkëputur asnjëherë nga Korça. Keni lindur, jeni rritur, keni krijuar familjen tuaj të madhe dhe të vogël këtu në Korçë, vajzë një familje e cila përbëhet nga motra dhe vëllezër. Si është jeta në fëmijërinë, si ka qenë jeta më saktë në fëmijërinë e Laxarelës? Si ka qenë fëmijëria jote me motra, vëllezër, prindër dhe mbi të gjitha, çfarë është Korça për Laxën? Tani, fëmijëria ime është shumë e bukur. Nuk di nga ta filloj, të them të vërtetën, kam pasur një familje të bukur, maman, baban, kam një vëlla dhe 2 motra. Të themi të drejtën, atje këndonim të gjithë. Unë isha e vogla dhe shikonja që nëna ime ka kënduar jashtëzakonisht bukur, këngën popullore. Në moment që motra ime këndonte në shtëpinë e Pionerit, ajo më merr një herë mua dhe më shikojnë ata, ka qenë maestro Sami Bujari, dua t'i përmend të gjithë korçarët. Po, normal, sepse derisa jemi në miq në RTS Korça, të gjithë janë pjesë e qytetit tonë. Dhe sa më dëgjuan me njëherë, ata më pranuan me njëherë, isha e vogël, të them të vërtetën, rreth 5 vjeç, isha në kopësh. Me njëherë më dhanë këngën e si me motre. Dhe kjo është një absurditet. Mos u krija pak xhelozi? Jo, absolutisht, sepse ajo kishte shumë dëshirë, ajo këndon shumë bukur, me sinqeritet ta them këtë. Por ndoshta ata pa një veçanti tjetër në mua, sepse ajo ishte më shumë për të bërë zë dytë kur këndonte. Këndonte në shtëpinë e Pionerit, ka kënduar dhe soliste, dhe më dhanë një këngë, e mbaj mend dhe sot atë këngë, dhe e kam kënduar në festivalet e pionerëve. Që në atë moment, edhe deri më sot, unë nuk jam ndarë nga ky teatr. Çfarë është teatri për Laxën? Dëgjoj. Mbi të gjitha, familja ime ka qenë gjithçka, që më ka suportuar shumë, që kanë punuar shumë me mua, që nuk më kanë ndaluar asnjëherë, që kisha një motër të madhe, të mrekullueshme që po të them më ka rritur. Sepse mamaja time punonte në leshpunuese me turne, babai gjithashtu nuk ka punuar këtu, ka punuar në Vithkuq, në Pyore, dhe një herë në javë vinte. Unë vllai, kemi qenë pothuajse në një moshë bashkë, vllai tim këndonte shumë bukur. Domethënë keni traditë familjare. Po, këndonte shumë, të këndonim të dy. Ne ishim të pandar. Kudo dhe në çdo vend, në festival, edhe në ambientet familjare, na ipnin mbaj tavolinës e këndonim të dy. Njërë mbaj mend që vllajt, motra time nga që ishte i dobët, nuk ishim ri për pantallona dhe në festival i ka vënë shamin e kuqe, që na vinim atëre. Dhe mamaja time qive dhe me një çaj ke këtë shamit kuqe qive në brejse, do ta merrnin për ndryshe. Edhe ambuloni me këmishën që të mos i dukeshe. Dhe në shkollë të ndërtimit që andej, pastaj më detyruan që unë të punonja në ndërtim, domethënë, kam bërë edhe praktik në ndërtim. Ka qenë shkollë shumë e bukur, por nuk e hanja dot, sepse nuk isha për inxhinieri ndërtimit, them të vërtetën. Po ishte shkollë shumë e mirë, domethënë si shkollë. Po tishe që tishe me mësime të shkëlqyera, mase mund të beshe, unë s'besha dot një, nuk diskutohet, për shumë arsye, po
bëshë një inxhinier e ndërtimi e shkëlqyer. Unë me një pjesë në aktivitete atje i qeshe para, dhe me thënë spikat një në shkollë, dhe pastaj kthehem dhe më merr Alfred Kola në një çfaqje që kishte në PV-ja. Motra prap. Po, përsëri motra. Motra. Ka qenë ogur i mirë motra për ju? Ogur shumë i mirë. Po më kanë dashur të dyja, ka qenë vetëm mëdha se mua, dhe mua gjithmonë më shikonin. E përkëdhelura e vogël, motra e Jo vogël. e përkëdhelur, nuk kam qenë e përkëdhelur asnjëherë, po e kam qenë e dashura e tyre. Të them me kështu. Dhe isha dhe tip që isha e ngrohtë, isha e dashur, edhe më shikonin kështu, edhe e vogla isha, ato janë 8 vjet më të mëdha se mua, dhe kështu që Goxha diferencë. Dhe kështu diferenca ndihesh kur ato riteshin. Dhe kjo që pak a shumë, domethënë në një moment më merr Kola, më këndojnë me në PV-n, më dëgjon maestro Apostol Simoni, që nuk do të harroj, dhe më merr në estradën profesioniste. Po, do të flasim dhe për estradën profesioniste. Gjatë kohës që ne flasim, teleshikuesit po shohin edhe fotot kujtimeve tuaja, Lazarela Nuse me nënën e saj, me babain, foto të festivaleve të vjetra ku ju keni kënduar. Dhe Laza, përse kjo zgjedhje për të qenë gjithmonë në Korçë? Çfarë të veçantë ka Korça për ty? Tani, Korçën e duan të gjithë. Ti e shikon edhe në këtë moment, Korça si është bërë, po kështu ka qenë Korça. Ne gjithmonë, edhe kur shkonja që shkoj domethënë në këto aktivitetet, na shikojnë me një sy tjetër. O nana duket nea, nuk e di. E them kështu këtë. Të gjithë, kjo është nga Korça, thënë. Dhe kjo të jep atë një lloj statusi bie, ti je korçar do të thotë ke një status tjetër, ndryshe nga qytetet e Shqipërisë. Unë kështu mendoj, që domethënë edhe qytetet e tjera pa diskutim, që janë qytete të mrekullueshme të mirë, por nuk e di, unë të paktën unë si Lazarela e kam ndjerë këtë gjë, që edhe kur shkoj me kolegë të tjerë me kështu, me se kjo është korçare. Është korçare. E kupton? Dhe ne sikur tani e mendoj, është ai llafi që the e përkëdhelur. Domethënë e përkëdhelur në veten time, jo se dhe kështu që është një ndjesi kaq e bukur sa kur kam ardhur këtu, ju e shikoni këtu ku jam. Po, unë doja ta përmendja pak Laza, këtu jemi në muzeun e teatrit Andon Zako Çajupi, një muzej dedikuar gjithë kujtimeve të këtij teatri me foto, me veshje, me të gjitha, por ky ambient ku ne jemi këtu nuk ka qenë siç është tani muze, por ka qenë studio ku luante orkestra. Dhe Laza këtu ka kënduar. Këtu ka dhe për ironi të fatit. Domethënë për herë të parë këtu kam kënduar unë, ku kishte dirigjent Apostol Simoni, ishte orkestra, një orkestër e mrekullueshme që ka qenë atë kohë me djem të talentuar, me burra të talentuar që kam gjetur atëre, Fuat Sula, Fiqiriu, dhe të gjithë këta të tjerë, pasaj Ylli Nashi, pasaj ka ardhur Sazani, pasaj kanë ardhur këta veglat frymore që kanë qenë që tash dhe dua t'i përmend të gjithë, po nuk i gjej dot në këtë moment se kam emocione. Të më falin të gjithë, po kam një respekt i jashtëzakonshëm për orkestrën Gimi, një orkestër që ne gjenim një dashuri. Ne këngëtarët ka qenë Bardha, ka qenë të dy dishot që janë me gjithë Taqken, Lindita, Pelmazi. Ishit një familje dytë? Ndryshe nga familja në shtëpi, kjo ishte një familje dytë? Familje vërtet. Estrada që ka qenë atere, tërë aktorët, Lekua, Vjolca, këta Vaska, o Zotë më falin, janë emocione që në bëjnë të harrosh disa emra. Po, dhe me thënë, unë kam arritur aktorët më të mëdhenj që kanë qenë këtu. Kemi qenë një brezë që, dhe me thënë, e kemi dashur njëri tjetrin, pavarësisht që janë këto ekos profesionale. Normal janë kudo në çdo profesion. Sinqerisht, jo, nuk e kam pasur. Unë shikonja Linditën në përkuinta se si performonte, se si e bënte publikun për vete. Kam mësuar shumë. Kam mësuar nga aktorët, se si dilni në skenë, se si rinin mbrapa skenës edhe, do me thënë ishin të përkushtuar aq shumë sa Raçi Bratko, Mirjana Deti, nuk di, do me thënë aktor që unë kam punuar për herë të parë, në 84, mos gaboj, në 84, po, kam bërë një kolon zanore të një shfaqje që ka bërë i madhi Todor Laço,
një nuse për Stasin, dhe unë kam kënduar një këngë të dashurisë atje. Po është kënga që e bukur, dhe këndoja me Guri Koçon, edhe me një tjetër tash s'po më vjen, ishim tre, unë e vogël, e kupton? Edhe e këndonja këtë këngë dhe ishte me orkestrë në gropë, beshin tëra live. Po, çdo gjë ishte live. Po teatr. Teatr normal. Dhe Taq Korgocka më ka marrë mua dhe kam kënduar kolonën zanore të ati për herë të parë. Në më thënë që kam bërë bashkëpunim me teatrin. Se estrada qenë më vete, dhe teatri qenë më vete. Do më thënë, je ndjerë shumë mirë në estradën profesioniste të Korçës, pavarësisht se ke qenë në një moshë të vogël, je ndjerë mirë dhe ke fituar jo vetëm besimin, por dhe ke marrë nga eksperienca e tyre, gjë që ndoshta të ka ndihmuar në rritjen tënde profesionale, apo jo? Patjetër. Do me thënë, të rinje me ata kolozë, do të thotë që ti ishe dikushi. Dhe unë e shikonja vetën sikur e kupton tani dilje dhe unë kam takuar Pandin, unë kam takuar Orgockën, unë Mirjanën që e donin. Do me thënë se ne jemi brezi i Zamirës, e kupton, dhe ne ishim të reja, do me thënë kur kemi ardhur këtu. Dhe këta kanë qenë, do me thënë, një Hollywood për filmin. Dhe mua më dukshte vetja sikur unë kam bërë koncert recital me Leko Prodanin. E kupton tani çfarë kam përjetuar në ky teatr që thosha që o Zot kur ti iki unë do smurem. Po. Nuk shkëputeni dot nga teatri. Po. Jo vetëm në estradën profesioniste, jo vetëm pjesë e teatrit Andon Zako Çajupi, por keni edhe një titull mbi shpatulla. Prej vitesh ju jeni antare e Korit Lira, Nderi Kombit. Një titull i merituar, por ndoshta i vetmi deri më tani për Laxarelën. Megjithatë, Nderi Kombit i ke marrë të gjitha njerëz. Si është ti jesh pjesë e Korit Lira Laxarela? Dëgjoj, me që ma përmende këtë dhe nuk para përmend kështu, titullin artisti e merr nëpërmjet spektatorit. Dhe unë besoj se kam arritur këtë, derisa kam arritur në brezin tënd që je çukere, kjo do të thotë që për mua shumë. Kurse për Korin Lira, titullin e kanë ata që e kanë marrë, të themi atë që është, do me thënë që ka pasur këngëtar të mrekullueshëm Kori Lira dhe ka akoma. Dhe unë jam një pjesë e vogël e Korit, që jam shumë e lumtur, jam shumë e nderuar që jam me ato zëra të mrekullueshëm dhe që na pranuan ne si këngëtar atje. Them që e kam justifikuar. Faleminderit Pandit, faleminderit gjithë Korit, që ne jemi një dhe jemi Nderi Kombit. Jeni Nderi Kombit. Dhe unë i them Benit e di me këfleti me Nderin e Kombit. Me Nderin e Kombit. Derisa e përmendët bashkëshortin tuaj dhe ai është ndoshta një nga veteranët e këtu në teatrin Andon Zako Çajupi. Ju tham që jeni lindur, jeni rritur, jeni dashuruar në Korçë, keni krijuar familjen tuaj përveç të madhes, keni krijuar dhe familjen tuaj të vogël. Ju jeni artiste dhe keni hyrë po në një familje artistësh. Si ishte njohja juaj me Benin dhe ky rrugtimi juaj kaq vjeçar, duke arritur ndoshta kënaqësinë më të madhe që mundet të ndjejë një femër të ketë një familje të vetëm. Po, njohjen e artë. Njohjen e artë, po. Dëgjoj. Kur dua të flas se Beni nuk ka shumë dëshirë. Beni bën punë dhe fjalë nuk ka. Po unë di këtë gjë që Beni është një nga veteranët e këtij teatri. Ka hyrë shumë i ri këtu në teatr, shumë i ri. Pa mbaruar shkollën e mesme, duke vazhduar shkollën dhe duke punuar këtu. Ta them me sinqeritetin më të madh, jo se është bashkëshorti im, e lem atë që ai është një nga burrat e rrallë, që duhet një njeri, por për mua ai është Beni i teatrit. Ju kështu e njihni, nuk diskutohet. Ka shumë vlera, ka qenë në 30 vjetorin e teatrit dhe sot është 75 vjetorit, të dy bashkë, pa ai që ka qenë në çdo premier të teatrit, në çdo premier të estradës, dhe është vlerësuar dhe me çmim në një festival që bëhej në Përmet atëre, simfonisti më i mirë, vetëm një peng kam, Jonida, që Beni i doli që duhet të shkonte në televizionin shqiptar atëre, edhe nuk ka ikur për mua, më beso.
ndoshta do ishte më ndryshe, po këtu ai ka marrë një satisfaksion të jashtëzakonshëm. Ndoshta është e njëjta gjë që nuk ju bëri dhe ju të largoheshit nga Korça, kishit familjen, kishit shoqërinë, kishit publikun. Po patjetër. Unë e di që të gjithë këngëtarët e duan Korçën, po unë u lidha kaq shumë sa nuk mundesha që të largohesha nga Korça. Jo se s'kam pasur mundësi. Po njojta një Beni që do kisha fatlume. Do kishit lënë përsëri gjithçka për të kthyer për Benin. Po, patjetër. Nuk do kisha vazhduar kaq gjatë. Se ndryshe është kur ke dhe bashkëshortin që të suporton. Po pra, prandaj ju thash. Ishit artiste dhe hyt në një familje artistësh. Si u ndjet ju atje? Si u priti familja e tij? Shiko, Beni ka një familje, më saktë familjen që ka pasur, gjeta artist. Jo artist në kuptimin e artistit të skenës. Artist në jetë. Kishte një baba të mrekullueshëm, kishte një nënë që nuk mund të ta them dot. Kishte motrat, vllanë që, më thënë, edhe ata më kanë suportuar, dhe ata më kanë ndihmuar që dhe unë dhe Beni të bëjmë një jetë artisti. Sepse jeta e artistit është shumë impenjative. Patjetër. Kështu që unë gjithmonë i falenderoj. Ata ju i njini, nuk ka nevojë që të them unë njoh shumë Beni. Ajo ka rëndësi për ty. Ajo ka rëndësi. Ju thatë që keni shumë vite që jeni pjesë e skenës, po ashtu dhe shumë vite martuar. Njeriu në jetë ka momente të vështira të cilat i ka suportuar dhe në moment që mendon, falë Zotit, unë i kam kaluar, kthehet mbrapa dhe kujton një njeri, një mik, një shok, një të afërm, i cili e ka ndihmuar. A ka Lazarela një njeri tek i cili troket për çdo problem, qoftë edhe për një mërzitje të momentit, ta nxjerr nga vetja atë çfarë ka? Ka një shoqe, një mike, ndoshta edhe një shok? Shiko, mik shok, unë kam pasur Benin, gjithmonë. Bile dhe kur bëshe që vinin këta regjizorët që bërin shfaqe dhe thëshin që do të nisim nga Benedeti për këtë gjë që ka bërë, do me thënë. Por shoqe po, kam pasur plot, shoqe. Që kam trokitur, do me thënë, gjithmonë, ose edhe ka trokitur, ka qenë Zamira Kita. Po kam pasur dhe një shoqe tjetër që kam pasur shumë shoqe, ka qenë Robaqipsja e teatrit, ka qenë Konstanca. Edhe më atë kam pasur jashtëzakonisht që kanë qenë, do me thënë, brenda meje, e kupton? Pastaj kështu kam pasur plot. Ka qenë mike më tepër se sa shoqe, ka qenë mike zemrës. Mike të zemrës, mike të zemrës ose shumë të lidhura. Shumë të lidhura, po. E thash ju kemi parë jo vetëm si këngëtare, por dhe si aktore. Ky ndryshimi mes këngëtares dhe aktores, si e keni arritur ta përballoni pjesën e aktrimit? Jo një datë gjallë. Çdo njeri e ka këtë, që kur je këngëtare, do me thënë do të bësh një diçka tjetër. E kupton? Nuk qëndron dot vetëm në një vend, do gjithmonë të eksplorosh. Po jo eksplorime, po të vjen natyrshëm. Është shpirti artistit? Po të vjen natyrshëm se je në teatr. Dhe kur shikon që ai kërvërtitet në skenë, po sikur ta bëj do. Dhe ashtu duket vetja sikur e bën. Se tash po të them, un kam që 17 vjetë dhe gvet jesh do mësosh. Do nga ata artistët të mëdhenj. Kështu që më merrni dhe në kolonat zanore. Po rolin e parë, pastaj që kam bërë në teatr, më ka marrë regjizori dhe aktori Guri Koça. Kishte një shfaqje dhe më merr mua për një rol dhe unë tash atje më duk vetja sikur unë për aktore. Se a shumë e kupton po. Dhe gjithmonë pastaj më dukshte sikur marrësh aku. Që pse s'do të marr pjesën tjetër? Po merrin na. Do të thënë, pastaj më mori regjizori edhe aktori Lazi Serbo, që ai është idhull për të gjithë, lumë Korça që i ka pasur, sinqerisht, lumë Korça që i ka pasur ata. Dhe më merr për një shfaqje, atje kam qenë Meri, kam bërë një rol, ishte rol shumë i mirë, jo shumë i madh, e kupton, dhe atje këndonja. Dhe kemi vajtur dhe në Rusi, unë kam marrë dhe një çmim atje për zërin, për kolonën zanore të asaj. Dhe bile kur ishte pandemia, unë e kam kënduar atë këngë, sepse ishte komplet
Edhe i thosha dhe Lazit, ishte gosti në kohë kolere. Dhe thesha, a ka mundësi që të vdesin njerëzit kështu, domethënë si, dhe kur u përsërit, atëre e menduam se çdo të thotë, domethënë që të ndodhë një sëmundje të dalë. Jam ndjerë perëndesh. Më beso, kur kam mbaruar çfaqen, më ka thënë aktori Petrika Riza, Petrika Klaudeta, se dua t'i përmend të gjithë. Po do i përmend një çik më brapa. Dhe më ka thënë që Lazarela, nuk këndove live. O, live. Se unë kam shumë qef live. Po, normal. Dhe ajo ka qenë një nga kolonat zanore edhe në Ervin Çuli. Kam pasur një, edhe ati kam pasur një të Selin Dionit, një kolon zanore, që po luan, më tha Zamira në fakt, më mendohë mirë, do t'a bësh ti këtë gjë, po do t'a bej, thëshon. Dhe kur ishte me Marko Bitraku, se më vinë bej. Janë të gjitha aktorë korçar, pak nga pak do t'i shpalosësh të gjithë, mos u mërzitni nëse e haron, sepse biseda do t'i rrjedhë njëri pas tjetrit të gjithë. Po, dhe Markoja po ishte ati me Zamirën, kishin dhe ajo sa fillova ta këndonja unë, po Ervin Çuli më theshte mua që jo me mikrofon. E po dalu si do dali, thesha unë, jo, pa mikrofon. Edhe kthej Zamira kështu, se zeqa dhe më thanë mua. Ma bëni kështë. Djali juaj i bën zbor pianos, e kam lexuar diku. Nga një mik shumë i mirë juaj, i cili kishte thënë që Kosti Deti i bën zbor pianos, është nga zoti Mevlan Shanaj. Në mos gaboj. Atëherë, ne do të ndjekim në këto momente, shikuesit po shohin dhe foto, jeni ju në Austri, bashkë me bashkëshortin me Benin. Sa ka ndikuar Laza apo ambienti familjar ku ai është rritur mes këngës, mes artit, për të qenë dhe ai pjesë, por pse kjo zgjedhje, piano? E ti apo juaja? Ndiheshi që Kosti se u rrit aty, po jo, nuk është e thënë, se mund të rritesh në teatr dhe të marrësh drejtim tjetër. Kur të them diçka, do dalë Adrian Jorgji të një tjetër. Maestroja jonë që ta falenderoj, më ka ndihmuar jashtë mase. Dhe marrë shkas që vete për të bërë një këngë në Adriani, dhe Kosti që i vogël, dhe që dhe djali Adrianit. Tani, djali Adrianit ishte në një studio atje, kurse djali tim nuk kishte s'kisha studio unë në shtëpi. Dhe ai rinte përpara xhamit të Adrianit, dhe rinte kështu statik dhe më dëgjonte mua në çdo moment kur këndonja dhe kurse djali Adrianit vinte në kompjuterin. Dhe çuditërisht, thot Adriani, ky do bëhet muzikant, ky timi jo tha. Që edhe ai që në piano dhe që shumë i mirë si instrumentist. Ai u bë një inxhinier i shkëlqyer elektronik, kurse Kosti u bë një pianist. Kosti mendonte që të bëheshe një aktor. Dhe unë e futa në piano, më saktë, Mirjana, dhe unë e quam në profesoresha Anida Vezuli, që e 4 vjetë Kosti. E mbajti ajo një vit atje, dhe pastaj hyri në shkollë të muzikës. Dhe vazhdonte piano, sigurisht. Në fillim ishte çapken, po dukshe që italo, dhe më theshte gjithë është shumë i talentuar, po nuk shtrohet. Dhe unë kam bërë një punë të jashtëzakonshme me Kostin. Se që dhe i vogël, i mungonte fëmijët losnin jashtë, ai donte të luante. Domethënë, po Kosti hyri në shkollë dhe kur ka qenë në klasë të tretë, ka vënë çfaqen këtë Gostin Kokolere, se ne shkuam në Rusi atëherë, ka brevet me shokët e klasës. Dhe pastaj ka vënë pamjen nga ura, që janë të filmuara, Iliri ka filmuar, dhe më beson, ne theshim dhe theshte dhe Zamira, ky Laza do bet aktor. Në momentin që jep një çfaqe me shkollën, jep një çfaqe në Pallat të Kulturës, atje ndriti Kosti, dhe pastaja e shpura nepta dhe merrte vetëm çmimet para sa më beso me shumë modesti, mua vinte të zorë, me se rinja jashtë, se unë kisha shumë frikë, unë nuk i shkoja do të Kostin. Dhe kur jepeshin çmimet, unë ja vesh çamori. Farë, ma bëri ma. Domethënë, njëherë ndonjë aq shumë, sa nuk deshin t'i japni të çmimet këtij. Se tashi dhe juri e huaj, jo që domethënë të theshim jo po kështu, jo po ashtu e. Ama kam punuar me Kostin jashtë mase. Që në momenti që a i mori një çmim në Epta, pastaj nuk e nxirnja dot nga pianoja. Për nënën djali është pika e dobët. Sa ja ndjeni mungesën tani që është larg, pavarësisht se në anën e tij profesionale ndoshta ai është i arritur, por sa ja ndjeni mungesën?
Unë në fillim janë ndjenja shumë, po më shumë janë ndjen Beni. E them shumë sinqerisht. Babai që nuk e shpreh, ëh? Jo, ai për Kostin. Unë të them, ai është baba model. Baba model. Kosti, si thënë, ga ajna. Jo në të flasim në këto, se Kosti nuk e kemi përkëdhelur me. Kosti më beso, në shkollë mesme i kam lërë celular. Nuk e kemi përkëdhelur Kostin. Kosti ka punuar shumë. Por Beni ja ka plotësuar të gjitha ato që kanë qenë gjëra që, dhe me thënë, Kosti i dëshironte. Me shumë... Duke parë dhe talentin e ti. Duke parë dhe talentin e ti. I është përkushtuar më tepër gjërave që i bënin të arrijë profesionalisht. Beni është shumë i pikëlluar që Kosti nuk e ka këtu. Unë jo se s'jam e pikëlluar, por nuk e di pse unë sova. Do shta e mlodhe mendjen pak më shpejt? Ose tash e ka mendjen dhe të fitur se ka dhe një çupkë. Ana, tani e ke siguruar. Ajo për kujdeset, ajo është pianiste, është shumë e talentuar, zvajt shumë e mirë. Para 3 javësh, ai ka fituar një status atje në Universitetin e Vjenës, është bërë asistent profesor. Sa bukur. Po, dhe më thotë më verë, ma, i thash unë e me birë, këndoj gjë të rejtë, them unë. E më tha, ma, e me ja, tha, kështu ta u aprovua, jo, tha që unë jam tha asistent pedagog, tha, në këtë universitet. Konservatorin e Vjenës, në konservator. Laza ka shumë miq, të cilët e duan, e respektojnë, ka ndarë kohë me ta, ka kaluar vite me ta, dhe sot ka një video mesazh të shkurtër për Lazarelën. I ndjekim. Përshëndetje Laza. Do të dëshiroja që të ishim të gjithë shokët e teatrit kuklave të përshëndesnin, sepse ato vite kanë qenë nga më të bukurat, dhe ti ke nostalgji, jam i sigurt për këtë. Po ne të përshëndesim, jo me kukull, po me zërin tonë. Normale që të dy ne këndojmë, dhe shpirtin e kemi gjithmonë këngë, por kujtimet e bukurat të atyre viteve do të mbeten gjithmonë më të bukurat. Laza, të uroj gjithë të mirat, shëndet dhe dasmën e Kostit. Të uroj shëndet edhe gjithë të mirat, suksese në muzikën tënde, në këngën tënde, që ti e do pa aq sa dhe jetën tënde, po aq sa dhe Kostin tënd të dashur. Kur më thanë që duhet bëja një përshëndetje për ty, më shkoi para syve gjithë jeta jonë, gjithë historia e miqësisë sonë. Ajo ka filluar shumë herët, qysh kur ne kemi qenë pak mbi të 20-tat, dhe ne vazhdojmë të jemi mikesha të mira edhe sot. Pavarësisht që jeta sjell të mira e të këqija, jeta sjell probleme të bukura dhe të shëmtuara, të gjitha bashkë japin ulje ngritjet e tyre, por ti ngelesh sërish një nga mikeshat e mia. Të kam në zemër dhe dëshiroj që gjithmonë të të kem pranë, dëshiroj që ne ta ruajmë deri në fund të jetës sonë miqsinë tonë, t'i gjendemi pranë njëra tjetrës për 2 fëmijët tanë të mrekullueshëm, për 2 benat tanë që dhe na kanë bërë të vuajmë, por dhe na kanë bërë të gëzojmë, dhe të kesh një jetë të lumtur deri në fund. Të përqafoj shumë dhe të përcjell një puthje. Laza, të përshëndes, kënaqësi të flas për ty, kënaqësi të punosh me ty. Na bëm bashkë rreth 1 dekadë që bashkëpunojmë dhe vazhdojmë të punojmë në një nga lokalet më të frekuentuara të qytetit të Korçës dhe jo vetëm. Falenderoj shumë për mbështetjen që më ke dhënë dhe formimin tim si artist. Fjalët për ty janë të pakta sepse ti ke kontribuar shumë në qytetin tonë dhe ne nuk do mundemi dot të ta shpërblejmë kurrë. Për mua je dhe do mbetesh një punëtore e palodhur e artit dhe muzikës. Je një nder i qytetit. Jam krenar që punoj krateje dhe për mua nuk je vetëm një kolege, por je një mike familje. Të uroj shëndet. Përshëndetje. Jam Temasa i lumtur dhe është kënaqësi në fakt të flas për Lazarelën si artiste dhe si print. Sigurisht që do duhesha një roman I tërë për të folur rreth saj, për zemrën e saj, për njeriu në thelb që është dhe për artisten e jashtëzakonshme. Ajo pa diskutim është një divë absolute e muzikës popullore dhe qytetare në Korçë. Ja ka kushtuar jetën Korçës, ka kontribuar për të, si askush tjetër, duhet theksuar kjo. Për Shqipërinë është një këngëtare model, dhe më pas si njeri dhe si print është diçka e papërshkrueshme dot me fjalë, është mbështetja ime
më e madhe është frymëzimi im dhe është pasqyra ime më kuptim plot që unë mund të shikoj, si të thuash, jetën dhe të ardhmen time. Kështu që për suksesin tim dhe çdo arritjen time ja dedikoj vetëm asaj. Sigurisht dhe babit, Arbenit, po Lazarela vërtet më pëlqen të flas kështu se vërtet ja dhuroj emrin. Është një person shumë i shtrenjtë për mua, jo vetëm si prind, po dhe si artista. Atëherë Lazar, si të dukën video mesazhet? Po, faleminderit një herë të gjithëve. Kam një lloj emocioni tani, s'kam çfarë të them. Faleminderit shumë. U bën vite tashme që Laza këndon. Edhe në Stinën e Dimrit, fundjava e gjen lokalin plot e përplot me zërin tuaj të ngrohtë, sepse jo vetëm gatime tradicionale, por mbi të gjitha duhet të jetë dhe një muzikë e mirë që unë të shkoj të kaloj jo gjysmore, po të kaloj 2 orë, 3 orë, qoftë edhe pas mesnatës, duke vijuar të dëgjohet zëri juaj. Si ndihesh kur çdo natë ti atje jep jo vetëm zërin tënd, por ti jep shpirtin tënd, sepse muzika për ty është ëndër, jetë, pasion, dashuri. Si është të këndosh çdo natë, të japësh shpirtin tënd çdo natë? Nuk je mërzitur në gjithë këto vite? Dëgjoj. Atje çdo natë jepet një koncert recital. Unë kam pasur ëndër të bëj një koncert recital dhe ma ka bërë në 2003-shin, ka qenë drejtor atëherë Petri Kariza. Ka marrë shkas nga ai koncert, ka dalë shumë i bukur, janë 11 net. Dhe unë të them të vërtetën nuk këndonja në për lokale. Jo se nuk desha të këndonja, po nga që këndonja në skenë, është edhe ajo, domethënë që duke sikur je në maj dhe zbret pak më poshtë ndoshta, apo ashtu ke një status dhe thua përse ta ulun pak reputacionin? Stekën. Po. Por jo, ajo është stek me lartë për mua. Për çfarë do të thuash? Se kur e provon, atëherë thua që vërtet kështu është. Unë atje kam 10 vjet që këndoj. Rrallë pronarët e lokaleve të mbajnë 10 vjet. Dhe unë gjeta një skenë atje. Më beso. Dhe atje kam dhe një orkestër, Vasilin dhe Koçon, ata i kam shumë të mirë, i kam shumë të talentuar, më ndjekin dhe më qëndrojnë në çdo moment kështu. Do me thënë, unë hap gojen, ata janë gati. Dhe ndoshta puna, këngët që mësojmë, se unë nuk ri me të njëjtat këngë, unë kam një repertor të jashtëzakonshëm, dhe unë ja u bëj qefin të gjithëve që vinë atje. Të gjithëve. Këndohet serenata, po do këndohet edhe populloria, po do këndohet edhe nga jugu dhe veriu. Po vjen Kosova, po vjen Maqedonia, po vjen të huaj tani. Pardje kisha 20 spanjoll. Po unë do këndoja në i këngë spanjoll. Po normal, për t'i përshëndetur. Për t'i përshëndetur. Sepse atje është 4 orë të duken fare. Ikin kështu, do me thënë, fluturojnë. Dhe unë kam gjetur një ngrohtësi të jashtëzakonshme atje. O Zot, ma lerë kështu, o Zot me lerë zërin. Po, është kryesorja. Dhe faleminderit Korçarëve. Të gjithë Shqipërisë faleminderit, po faleminderit dhe ja u them gjithmonë, faleminderit ju që na zgjidhni ne. Këtë e them gjithmonë. Dhe ne duhet të punojmë, të mësojmë këngë sa më shumë, që t'ja u përcjellim se të vjen ai tjetri të thotë, ma bëj pak të këngë mua. Po, normal, duhet të jesh e përgatitur. Dhe unë duhet jem e përgatitur. Po. Nuk hynë në një gjë që unë s'dua. Në njerë edhe lodhemi. Po, dhe lovesh. Lodhja ka të vetë. Në njerë thonë, më qeshë se unë nuk pare që shikoj këto rrjete sociale, po në njerë më thonë në një që osa e lodhur që je, po ne nuk lodhemi. Ne nuk lodhemi. Të këndosh që në 10 qershor e të mbarosh në 10 shtator për natë, si mundet? Po faleminderit Zot. Faleminderit. Zoti i pari në mbrapa. Një pyetje të fundit, përmendet pak lodhjen. Kur pushon Lazarela, sepse thamë për 4 muaj jeni atje, dimri përsëri të njëjtën gjë në fundjavë dhe mos harrojmë që jeni dhe një anvis shtëpie, jeni një bashkëshorte, jeni dhe nën, keni dhe prekupimet të tjera të punës suaj. Ka një moment që Laza thot, tani është koha ime, do fle. Do qetësohem. Dua ta fik telefonin, dua të dëgjoj asgjë. Është thjesht një orë për mua. Ka ndonjë moment të caktuar? Shika, këtë e kam të metë të madhe. Mbase më ka bërë kosti, mbase më ka bërë familja kështu, që më shumë i përkushtohem familje se sa
vetes time. Megjithatë, tani që më rrit kosti, të them se Ke pak më shumë liri për vetën kam tënde. shumë liri, po s'kam ikin vitet. Vitet janë thjesht numra. I eliminojmë dhe vitet. Vitet janë thjesht numra. Laca, ne jemi në fund të Se me zrinë sa se më pëlqeu shumë. Ne rim sa të duash. Ne jemi në fund të bisedës në këtë hapësirë të dedikuar një personazhi të njohur të qytetit tonë. Kënaqësi vërtet e madhe që bëm një bisedë ndryshe nga ndoshta dhe bisedat e tjera që ju keni dhënë. Nuk e di sa komode unë ndjet ju, sepse unë për veten time e shijova në maksimum bisedën me ju. Njoha një Laxa komplet tjetër nga ajo që kam qenë edhe unë nga ato, ma bëj pak të këngë tek gjatësinës së verës dhe të falenderoj, të uroj shumë suksese dhe mbi të gjitha zëri jot qoftë i artë edhe për shumë vite të tjera. Dëgja, ta them dhe këtë? Po, sa të duash. Sa të duash. Unë dua t'ju falenderoj juve. Gazetari mirë t'i nxjerr të gjithë që më kanë bërë intervista, ka dhe emocione kur shkon për këto televizionet. Më kam bërë intervistë këndshme dhe shumë të bukur dhe i falenderoj pafund. Nuk dua të bëj qefin, po ta them me sinqeritet këtë gjë. Më nxore atë që ndonjëherë dili nga intervista dhe thosha, o zot, nuk zura këtë në gojë. Ose unë sot po thuaj se i preka të gjithë pa përjashtim, dhe nuk di do me thënë si t'ju falenderoj për këtë intervistë kaq të këndshme që më sollët në zemrën e teatrit, atje ku e kam filluar. Sollëm 40 vite pas. 40 vite, po dhe më shumë, 40 vite që është një, çfarë të them unë, një karrierë shumë e gjatë, jo e lodhshme, po shumë e bukur, që më duket se kur më ka ikur me gishtat e dorës. Ashtu më duket mua. Shikues të dashur, unë ju falenderoj që keni qenë në këtë bisedë miq në RTS Korça me zërin e ngrohtë të korçares Laxarela Deti. Uroj dhe shumë vite të tjera për ju me një zë brillant dhe të na kënaqni ashtu siç na keni kënaqur në këto vite. Shumë faleminderit Jonida, shumë faleminderit, ndihem shumë e privilegjuar që isha në këtë intervistë. Kënaqësia ime. Kalofshi mirë.